Përshëndetje profesor, faleminderit prapë që dëshirove me bëu këtë intervistë për neve. Është në fakt një ndar shumë i madh për neve që keni pranuar, edhe jemi shumë të lumtur që po mundem me bëu këtë intervistë. Na që treguam kemi projektin për ndihmën që malet i afrojnë shqiptarëve në luftën e fundit, po në kuadër të kësaj ne dojmë me ditë edhe për juve më shumë, për jetën e juve, si u rritët, si kaluat rininë, dhe në ditën e sotët edhe punimet e juaj shumë ta shkencore, punën e ju e krejta këto. Edhe njëherë po tregojmë shumë falenderues që deshte me bëu këtë intervistë dhe kur dëshironi jo mundeni me fillu. Falenderimi më takon mua, ju falenderit për interesimin. Si çdo shqiptar në periudhën e viteve 80 që kemi përjetuar në atë kohë, të rinjt kemi përjetuar rënd, edhe unë vitin 1981 kam pas fatin të jem pjesë e demonstratave të vitit 81, 82, 83 dhe kjo pjesëmarrje në demonstratat të asaj periudhe ka ndikuar negativisht të shërbimi ushtarak jugosllav, dhe me të shkuar në shërbim jugosllav kam pas probleme me sigurimin e shërbimit të armatës jugoslave, dhe në atë periudhë kam pas fatin e keq që të sëmurëm përkatësisht të verbohem dhe kam qenë 2 vjet i verbët. Pas intervenimeve të mjekëve, kam arritur që të rikthehem në jetë, faktikisht, por duke vuajtur pasojat e sëmundjes së verbimit, dhe pastaj kam filluar studimet. Fillimisht kam kryer fakultetin filozofik në atë kohë që ishte filologjia, dega letërsi dhe gjuhë shqipe, ku kam kryer edhe studimet post-universitare apo masterin e sotëm, doktoraturën në degën e etnologjisë dhe të folklorit, kam përfunduar në Institutin e Antropologjisë në Tiranë, dhe para se të doktoroj, kam filluar me krijimtari letrare. Romani i parë të cilin e kam shkruar është Kloni, i cili është një roman i cili flet për malin e Pashtrikut, përkatësisht për mbylljen e kufirit në vitin 1948, kur përfundimisht territori i njësisë etnografike të Hasit u nda për gjysmë në 2 shtete, dhe post ndarjes në 2 shtete u ndan edhe 2 fshatra për gjysmë, duke mbetur disa lagje në Shqipëri dhe disa lagje në Kosovë. Dhe ajo çka më integroi në këtë kohë, pasi kam filluar të punoj si gazetar në gazetën e studentëve në atë periudhë, në vitin 1986, kam bërë intervista me njerëzit të cilët kanë qarkulluar në përmal dhe kanë ruajtur lidhjet familjare të tyre. Kam bërë dikun rreth 300 intervista me njerëz që i nda nga familje, që i ka nda kufiri, që i ka nda mali faktikisht, dhe kam arritur që të bisedoj për shembull me fëmijë që i nda prej prindve, që i ka nda mali. Kam arritur të bisedoj për shembull me çiftet ose bashkëshorti që kanë mbetur andej, dhe ky është motivi ose kjo tema kryesore e romanit Kloni, që i kam kushtuar malit. Por nuk ka të bëj me klonin, me klonimin, se është fenomen shkencor, po ka të bëj me klonin që ka qenë vija kufitare me rrymë elektrike, ata të cilët e kalojnë kufimin, kanë hasur në telet e elektrizuar dhe kanë mbetur në vend. Kjo nuk ka të bëj, në kuptimin shkencor, biologjik, me klonim, ose me krijimin e një specie të njëjtë me atë, po ka të bëjë me klonin që është quajtur në atë kohë kufiri ose vija e elektrifikume e kufirit që ka ndonë njerëzit mes vete. Dhe duke si gazetari interesimi im ishte në atë kohë për malin, dhe frymëzimi im ishte për malin. Në atë kohë bëshën lëvizje, flas për vitin 1948, 1952, kur kanë qarkulluar lëvizjet ose paknësisht në mes 2 sistemeve, dhe ajo tematika e romanit ka të bëj
pastaj ndarja e një nëne, përkatësisht e një qifti, e cila ka qenë e martuar në Shqipëri dhe vjen të printe vetë dhe mbetet këtej, dhe anej kalon fëmijë në Shqipëri dhe këne ka kriju familje të re, është martuar pas 8 viteve. Dhe krye personazhi i këtij romani ka qenë gjallë deri para 3-4 viteve që ndroi jetë, dhe është interesant se kur vjen vitin 90, kur lirohet Kufiri, 91 për herë të parë vjen djali i personazhit kryesor, vjen nga Shqipëria, vjen në Kosovë dhe zëri është i njëjtë me djalin që ka kriju ose që ka lindur kjo nën, ka lind pas luftës. Dhe ai thot a u lodhe nëno, ai mendon se po i flet djali që ka ardhur ky tjetri dhe nuk e din që është djali i parë. Po as djali nuk e din që po bisedon me nënën e vet. Dhe shkon në dhomën e pritjes, atje kur shkon në dhomën e pritjes i tregon se si kush është nga është, dhe atëhere i ndëgjon 2 vëllezërit duke biseduar njëri me tjetrin pa e ditë se janë vëllezër të një nane, një gjaku. Dhe kjo është me thënë që i ka nda Kufiri, që i ka nda mali, specifikat e malit që karakterizohen. Më pastaj, në lidhje me malin, gjithashtu në periudhën e vitit kur u ndal çdo gjë që ka të bëj me çështjen shqiptare, u ndalën librat, u ndalën domethënë universitetit në shtëpia private, mësimi në shtëpia private. Unë atë kohë pata filluar të punoj si mësues në shkollën fillore të fshatit. Pastaj në vitin 1994 kam filluar të punoj edhe si profesor në shkollën e mesme. Në këtë periudhë isha student post-master ose post-doktoratës ose për magistraturë, dhe në këtë kohë ne filluam si grup intelektualve në vitin 1991 ta nxjerrim një gazetë, e cila gazetë quhej regionale Gazeta Etje. Për shkak të pamundësive dhe çmimeve të larta që ishin në Kosovë, ne kishim Malin gat dhe kishim Shqipërinë gat, faktikisht si zonë kufitare, dhe gazetën vendosëm me këshillin e redaksisë së Gazetës Etja ta botonim në Shqipëri. Po në Shqipëri botonim në Përmal. Dhe së bashku me kolegun tim, edhe ai është doktor shkencës sot të shkencave të letërsisë, Besim Adri, doktor Besim Adri, në atë kohë nuk ishim doktore, në atë kohë ishim vetëm student të magistraturës, dhe çka është më rëndësi për shembull që ne shkonim në Shqipëri përmes malit dhe merrnim literaturë. Literaturë dhe sillnim edhe kolegëve tjerë, sepse kishim lehtë atëherë të kalonim në përmalin e Pashtrikut, pavarësisht se kishte kufi, pavarësisht se kishte ndarje, dhe botonim gazetën në mes të Tiranës, e sillnim në shtëpinë në përmalet e Pashtrikut dhe e shpërndanim pastaj në Kosovë. Është shumë interesant që gjatë asaj periudhe, domethënë kur e kemi botu gazetën në Shqipëri, ka qenë një mundim i madh, një stërmundim sa i përket nxjerrjes së gazetës, po edhe blerjes së literaturës. Në këtë periudhë kohore, me që e harrova të përmend vitin 1990, kam qenë në Këshillin e Pajtimit të Gjaqeve dhe në organizimin e pajtimeve të gjaqeve. Tash këto ditë për shembull me 2 maj e kemi përvjetorin e organizimit manifestimit pajtimi gjaqeve, ku unë isha pjesë e Këshillit Pajtimit, përkatësisht kryetari i Këshillit Pajtimit për regionin e Hasit, po kisha fatin që e kisha shumë afër dhe kisha njohje personale me Anton Qetën, profesor Anton Qetën, me që unë banoja të kryetari i shoqatës Nana Terezë, të Jakmita, dhe kishim domethënë njohje dhe e themelum edhe me këshillin në kuadër të Këshillit Pajtimit të Gjaqeve. Në këtë periudhë kohore, filluam kontaktet përmes malit, gjithnjë daljes përmes malit, filluam kontaktet me Radio Kuksin. Atëherë i bëja intervistat, kam bërë intervista me Anton Qetën, kam bërë intervista me Dr. Ibrahim Rogovën, kam bërë intervista me Recep Smajlën, me Sabri Hamitin, me Muhamet Shokriun, me disa nga intelektualet të kohës, dhe i nxjerrja në
Kuks përmes kasetave dhe Radio Kuksi i transmetonte si intervista të realizuara nga intelektuale të kohës që bëshin. Gjitha këto intervista që i kam bërë në Kosovë, i kam bartur me kaseta në Shqipëri, dhe atje i mba mundime dhe është ndryshu dhe më thënë zëri i pyçit që të mos merret vesh për shembull se kush po bën intervistën. Gjithsesi në këtë periudhë nga viti 1991 deri te viti po flas 99 dikun mund të themi nëse llogaritën edhe ardhjet sepse thyrje kufirit është edhe me dalë edhe me hy, thyrje dikun 300 apo 150 herë që kemi udhëtuar dhe më thonë me të dy drejtime dikon 304 udhëtime që kemi thyrë kufirin prej vitit 91 dhe në vitin 99. Pastaj kemi vazhduar, të më thënë, bartjen e gazetës, si që përmenda, është një moment për shembull vitin 1993, kur për herë të parë nisi të dalë në opinion ushtria shtirimtare e Kosovës. Në atë kohë, i vetmja rrugë, i vetmja mundësi e qarkullimit të lëvizjes, jo vetëm të ushtarëve, të cilët ende nuk dilnin në uniforma, por që kishin obligimet të tyre për të vazhduar dhe për të komunikuar me jashtë ishte mali. Pjesa e komunikimit të këtyre intelektualëve, përkatësisht këtyre advetarëve, bëj përmes malit. Dhe nga Durrësi na i kanë dhënë edhe 18 të ardhur nga Zvicra, të cilët donin të komunikonin me njerëzit me udhëheqësit e ushtrisë lirimtare të Kosovës, dhe nga Durrësi i kemi udhëhequr pastaj edhe nëpër mal, sepse ne malin e Pashtrikut e kishim bë si rrugë kryesore, sikur sot autostrada, dhe shkonim domethënë nëpër mal dhe lëviznim edhe i nxorrëm deri kufirit. Jem shumë i sinqert, për hir të vërtetës, unë nuk e kam ditur se kush janë ata persona. Ata persona i ka marrë vesh vetëm mas luftës se kush janë, dhe që kanë qenë pjesëtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ose ndër nisëmtarët e parë të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Në atë periudhë nuk e kemi ditë se kush janë dhe çfarë veprojnë. Pastaj me rritjen e numrit të lëvizjes përkatësisht të ushtrisë lirimtare të Kosovës, në fillimet e luftës, ishte një nga kërkesat dhe një nga domosdoshmëritë për të bërë lufta ishte bartja e armatimit. Bartja e armatimit fillimisht bëhej përmes maleve, po nuk kishim njohuri të gjithë dhe nuk e dinim. Fillim ka qenë një aktivitet i cili duhet bëhej ne organizuam për të bërë të pranishme në popullsi ose për t'i treguar popullit se do të ketë lëvizje, filluam të bëjmë organizimin e një kuizi të diturisë së nxënësve, përmes të cilit kuiz ne bënim gara për shembull me nxënësit e shkollave të ndryshme të regionit Hasit, sepse është vija kufitare, pothuajse e gjitha që e mbulon vijën kufitare në mes të Shqipërisë dhe të Kosovës, ose ndarja e një kombi, ndarja e një vendi, ndarja e një krahine përmes një kufiri absurd. Në këtë kontekst, duke organizuar ose duke mbajtur takime me nxënësit, tregonim edhe atyre se do të ketë lëvizje dhe ju nuk duhet, domethënë, të habiteni, të çuditeni etj. Mbaj mend gjithashtu në Këshillin e Pajtimit të Gjaqeve me profesor Ukshin Hotin, ku ishim në Kushnin, sepse profesor Ukshin Hoti përpos aktivitetit që ka bërë për pajtimin e gjaqeve në teritorin e Anadrinis, përkatësisht në disa vise tjera të Kosovës, ka qenë pjesë edhe e Këshillit Pajtimit Gjaqeve në Kosovë, dhe kur shkuam në Kushnin, po na drejtohet neve studentëve në atë kohë që ishim, se duke u drejtuar nga Pashtriku. Pajtimi i gjaqeve do të bëhet sepse nuk duhet ta kemi shpinën domethënë të ruajtur nga vetvetja, duhet ta kemi të lirë dhe duhet të ecim përpara, dhe misioni i pajtimit gjaqeve është që të mos kemi hasmërinë mes vetes se nuk na dihet kur dhe si do të udhtojmë, dhe vërtet ndodhi ajo,
se pajtimi i gjaqeve i parapriu lëvizjes ose ushtrisë lirimtare të Kosovës për lëvizjen e lirë. Në vitin 1997, lëvizjet e ushtarëve filluan më tepër, vinin faktikisht me kuaj, e sillnin armatimin deri në një vend të caktuar, dhe pas këtij mandej vinin edhe i merrnin me kamion, me autobuse, me tjerë. Në këtë drejtim, duke qenë pjesë e kësaj lëvizje, se pas rënjes komandantit legjendar Adem Jashari, në territorin e Hasit u themelua një siti me 26 mars të vitit 1998, u themelua një siti një mishi, i cili krijoi dheqet e veta në për të gjitha fshatrat, me qëllim të gatishmërisë që të presim, domethënë, ushtarë që vinin nga anë të ndryshme. Normalisht që mbi të gjitha duhej njohës i kufirit, njohës i lëvizjes, edhe duhet njohës i vendit, sepse nuk mund të udhëhiqej për shembull një tog ose një numër i madh i ushtarëve që shkonin për armatim nëse dikush nuk e njihte kufinin. Nuk kishte mundësi dhe logjik nuk kishte për shembull që të vinin ushtarët për shembull prej Mitrovicës, prej Ferizajt, prej Shtimës, prej Budakovës, ku e diun prej zonave të ndryshme që ishin formuar atë njësitet, për të furnizuar nëse dikush nuk e dinte kufirin, dhe kështu që kishte njerëz të caktuar të cilët shkonin për të shoqëruar ushtarët për bartjet e armatimit. Një rol të rëndësishëm në këtë drejtim e kanë luajtur edhe Kuajt, sepse me Kuajt është bart pjesë e madhe e armatimit. Po pse me Kuaj është bartur armatimi, ndin pyetja, ose cili është interesimi për shembull i ushtarëve. Unë gjatë qëndrimit ose si pjesë e ushtrisë lirimtare të Kosovës, fillimisht te njësiti një mishi, pastaj te brigada 126, duke marrë parasysh aftësitë e Kalit, pa ta dëgjuar, por nuk e kisha provuar që Kali është një detektor i fuqishëm që nuk shkel në mina, sepse e heton rrezikun, e heton barutin, dhe e heton rrezikun larg, dhe nuk ka ndodhur asnjëherë për shembull në historinë e bartjes së armatimit që kush kanë shkuar ose kur ka udhëtuar me Kuaj që të bijë në prit, sepse Kali i ka hetuar nga larg pritat, dhe ka qenë, kur është ndalë Kali, ka qenë urdhër ligj për ushtarët që të ndalohen, sepse Kali e ka hetuar rrezikun dhe nuk ka vazhduar. Kështu që në anën tjetër ka pasur raste sepse armatimi është bardhë në periudha të ndryshme kohore, dhe kanë fjalën për snin të ndryshme kohore, dhe Bjeshka i ka edhe anët e veta, siç e ka për shembull mjegullën. Dhe kur bëhet mjegull, kur bjen mjegull në mal, nuk shef asgjë. Kali është ai që i ka orientuar. Dhe domethënë janë nisë ushtarët, domethënë është lidhur përbisht Kalit, dhe Kali e ka njoftur rrugën, edhe Kali nuk e harron rrugën, pavarësisht sepse shef 10 herë më shumë se njeriu dhe e mban mend rrugën. Shumë herë ka ndodhur që Kali në rrugët e malit është njohësi më i mirë i rrugëve të malit, i shtigjeve të malit, dhe nëse një herë Kali ka ra asaj rrugë, ai më nuk e ndryshon, nuk e harron më atë rrugë, dhe kjo ka qenë domethënë që Kali të jetë faktikisht edhe një udhëhes i rrugës, një strateg i rrugës për bartjen e armatimit. Një element tjetër që më ka lënë përshtypje të madhe, tash është i ndjerë Avdiç Sahani, në shtëpinë e të cilit ka qenë shtabi i ushtrisë lirimtare të Kosovës në Cahan të Shqipërisë, i cili është rreth Pashtrikut, përkatësisht në anën tjetër të Pashtrikut, aty ka qenë shtabi i ushtrisë lirimtare të Kosovës, ku pastaj në atë shtab ose në atë vend ishte edhe shtabi i operacionit Shigjeta, dhe pati ndodh një fatkeqësi me ushtarët, dhe Avdiç Sahani më tregoi personalisht se si Kali mund ta hetoj për shembull në ka vdekur ushtari apo është gjallë, sepse Kali nuk ecë me kufum, kurse nëse
Ushtari është në koma se ka pasur raste për shembull në komë të bie për shkak të gjujtjeve, për shkak të marrjes së tremës se ku e diu në gjëra të tjera. Dhe aty kam dëgjuar për herë të parë për shembull nga Dit Sahani, që është tash edhe një është prej Sahanit, i cili ka ndruar jetë para një 2 vjete, i cili më tregoi se si kali mund ta hetoj për shembull në ka vdekur apo nuk ka vdekur, sepse në majët malit nuk e ku me marrë mjek. Nuk ka mundësi për shembull të dish edhe në majët malit nuk je në gjendje për shembull që ta detektosh vdekjen me anë të pulsit pa mjetët të tjera, kurse kali ka qenë, domethënë, një element ose një ta quaj në fojza mjek popullor i cili ka mundur të hetoj për shembull vdekjen. Në këtë mënyrë, thash, përmes malit të pashtrikut, po në përgjithësi, pastaj unë ka marrë idenë që të bëj një studim për kalin të traditën shqiptare, e të ndalem e të flas për kalin në Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës dhe kontributin e kalit në Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës. Gjatë kësaj periudhe, duke filluar nga Peja e deri në Strug, gjithë zona kufitare kanë qenë në luftë kundër 3000 kuaj të angazhuar për bartjen e armatimit dhe për çudi të çuditërave asnjëri prej kuajve nuk ka rënë në mina. Domethënë, të gjitha kafshët tjera, kemi lop, kemi dele, njerëz të cilët kanë rënë në mina, asnjëri prej kuajve nuk ka rënë në mina sepse ka qenë një ka qenë, domethënë, e ka nuhatur rrezikun. Unë nuk kam qenë i pranishëm në një rast, për shembull, kur ushtarët kanë treguar, dhe unë i kam me emra këtu që më kanë treguar ushtarët, kur kali e ka hetu që është mina në tokë dhe ka mbajt kamën për orë të tëra dhe nuk e ka vendosur në mina. Domethënë, nuk ka ra kali, nuk vjen kali në mina. Kemi pas vrasje me plumë të kuajve, gjatë kalimit të kufirit, forcat serbe, domethënë nuk e kanë kursyer as kafshën, por as njerëzit të cilët kanë bërë armatim, por që të bie kali në mina nuk e kam të gjetur në asnjë vend, duke filluar thash nga malet të Strugës ose Prenjasi në anën e Shqipërisë, ku janë bërë armatimet, sepse gjithë lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës është bërë përmes maleve dhe furnizimi është bërë përmes malit dhe lëvizjet e malit ose mali, mund të them që për Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës ka qenë bazamenti i ushtrisë, sikur sot që bëhen për shembull poligonet e formacioneve ushtarake, për Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës është kazerë mali dhe dushku ose toka ka qenë shtroj, kurse qielli ka qenë mbuloj për Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës dhe kudo në përmalet dhe ka rëndësinë e vet sa i përket luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe kontributit domethënë të malit. Edhe gjatë ofenzivave të ndryshme, gjatë operacionit Shigjeta, kemi pas shumë raste kur predhat e artillerisë jugoslave ose ta them jugoslave për shkaktin se ushtria serbe ishte në atë kohë e përbërë edhe nga ushtria e Malit të Zi. Dhe shpesh herë për shembull shumica sikur e largojnë nga përgjithësia edhe Malin e Zi, por në atë kohë ishte Mali i Zi dhe Serbia kishin një ushtri të përbashkët. Madje mund të themi për shembull se në regionin e Pejës, në regionin e Gjakovës ishin forcat e ushtrisë malazeze, të cilat bënin krime të mëdha në popullsinë shqiptare. Me gjatë periudhës së luftës, kur u rrezikua ekzistenca e jonë, sepse duhet ta potencoj edhe këtë element, nga shtabi i përgjithshëm i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ishte një urdhëresë që zonat kufitare të mos rrezikohen, të mos dalin me uniforma, për shkak se ajo duhet të lihej zonë e lirë për armatim dhe nuk duhet të jetë në mshkas, domethënë,
forcave sërbe që të mendojnë se ka aty forca të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Edhe gjithë veprimtaria e ushtarëve të zonës kufitare ka qenë pa uniforma. Me qëllim që ne të vazhdojmë përkatësisht ta bëjmë punën tonë si ushtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, por që të mos me pengojmë. Prej vitit 1993 deri në maj të vitit 1999 kanë funksionuar 49 kanale të bartjes së furnizimit me armatim në territorin e Pashtrikut. Vetëm territorin e Pashtrikut, duke mos e përmendur këtu për shembull edhe malet Klej nga Opoja mbi Brezne, në mes Breznes së Buqës, pastaj edhe malet nga Deçani atje, por mund të themi se unë di më tepër vetëm për malin e Pashtrikut, për 49 kanalet e furnizimit, të cilat nuk janë dalë pothuajse as në ditët më të vështira të luftës, nuk janë dalur së barturi armatim nëpërmes maleve. Atëherë, profesor, a mundesh më na tregu për eksperiencën tënde në njërin prej këtyre misioneve të armbartjeve? Bartjeve. Si pikë e parë, shtabi, siç që thash, shtabi regional Nimishi ka pas për obligim të siguroj çështjen e kufirit dhe të vëzhgoj për shembull lëvizjen e ushtarëve serb që shkonin në kufi. Unë atko punoja profesor në gjimnazin Gjern Buzuku, kisha angazhuar edhe nxënësit e shkollës së mesme, të cilët veja kujdestar, sepse isha skaj rrugës ku kalonin ushtria, dhe jepja për detyrë nxënësve që të përcjellin për shembull sa ushtarë po shkonin për kufi, dhe mbrëmje i përcjellim sa ushtarë po kthehen. Kështu që në këtë mënyrë ne e dinim për çdo ditë që raportonin në shtabin regional Nimishi se sa ushtarë kanë shkuar në pikën kufitare në Gorozhop, sa ushtarë janë kthyer dhe në këtë mënyrë kemi ditur saktësisht se sa ushtarë janë në pikën e kufirit në malin e Pashtrikut, përkatësisht në zonën e Gorozhupit. Kështu që këto informacione i ka pas shtabi regional, pastaj ne e njoftonin për shembull të gjitha grupet të cilat udhtonin për bartje të armatimit. Në këtë mënyrë të gjitha grupet të cilat niseshin për bartje të armatimit kishin informacione se sa ushtarë të ushtrisë serbe ishin të vendosur në kufi. Dhe kjo na ndihmon të shumë dhe them që kontribut të madh kanë dhënë në këtë mënyrë edhe nxënësit e shkollës së mesme, shumë prej të cilëve pastaj për shkollës mesme u bën edhe ushtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Në këtë mënyrë ne raportet i çonim me shkrim në shtabin regional të Nimishit dhe në shtabin regional ne kishim pastaj edhe lidhje me shtabet të tjera përmes domethënë komandantit të shtabit të njësitit Nimishi. Takimet të cilat bëshin kryesisht në përfshatra, kryesisht në përlugina, kryesisht në përmale, dhe mbaj mend për shembull në këtë periudhë gjatë bartjes së armatimit vitin nëse nuk gaboj, në qershor të vitit 1998, kur vinin kamionat për të mbushur me ushtarë të cilët vinin armë deri te Gurra në Demjan, një makinë na përcjellte çdo herë. Dhe ne dyshonim se mos është dikush që do të na tregonte dhe do të na prishte planin për shembull për bartjen e armatimit, sepse në regionin e Hasit, fal malit dhe fal njerëzve, bujarisë së njerëzve, nuk ka rënë asnjë ushtar në prit. Domethënë, pavarësisht që në dhjetor të vitit 1998 u bë një përballje e madhe me ushtrinë jugosllave në majet të Pashtrikut, atje ku ranë disa dëshmorë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, por nuk ka ndodhur që në malet e Pashtrikut të ketë ndonjë tradhti nga ana e veprimtarëve, nga ana e popullsisë apo nga dikush. Dhe ajo makinë e cila na përcjellte na la përshtypje dhe u desh për shembull që ne ta vëzhgojmë dhe unë më ngarkoj përsipër shtabi Nimishit që ta përcjellë atë makinë dhe të di se kush është dhe çfarë kam bërë ose si e kam zbuluar kujt është ajo makinë,
qëllimisht e kam shpërthy gomën e makinës, para asaj makine që e kam parë, dhe kam kërku ndihmë nga ajo makinë me ndihmu për shembull me rregullue gomën e makinës, deri ku e ku marrë vesh për shembull se kujt është ajo makinë e cila na ka përcjell, dhe në këtë mënyrë pastaj e kemi kuptuar se kush është dhe e kemi marrë masat e duhura që ai person të mos veproj siç ka vepruar në mënyrë të dyshimit. Me kalimin e kohës, gjatë armatimit, gjatë bartjes së armatimit, furnizimit, neve na kanë rënë edhe ushtar. Me 8 qershor të vitit 1998, na ra dëshmori Haxhi Hoti, për të cilin edhe kam bërë një libër. Në atë kohë, do të thënë, dhe është shumë interesant që është kali i parë i cili është vrarë në luftë, do të thënë me plumë, sikurse ushtari që është vrarë Haxhi Hoti ose tash komandant Haxhi Hoti që është vrarë, edhe kali, sepse kali kishte ndaluar dhe nuk lëvizte nga vendi, kishte hetu, do të thënë rrezikun. Çështje të tjera që kanë të bëjnë gjithashtu me malin, është me rëndësi për shembull një grua e Gjakovës, e cila ka kaluar përmes qafës së Prushit ose përmes malit që ka kalu kufirin, është se ajo kishte lindur gjatë rrugës, dhe nga frika se do t'ja marrin ushtria, do t'ja marrin fëmin, ajo ka vazhduar dhe ka lindur fëmin dhe kërthizën ja kanë pre me gur në rrugë dhe ka fut fëmin në strajc dhe derisa ka kalu kufirin. Këtë e di për faktin se unë kam bërë një intervistë me këtë grua, sepse në atë kohë unë kisha zyrën e informacionit në ambientet e xhamisë së Krumës në kuadër të shtabit të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Një intervistë tjetër që më kalon përshtypje sepse në zyrën e informacionit vinin edhe paraqiteshin të gjithë ata persona të cilët ose kishin përjetuar përdhunimin nga ushtarët dhe nga policia serbe, ose ato familjarë të cilët dëshironin që të bashkoheshin me familjet e tyre, dhe ne si pjesëtarë të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës i ndihmonim domethënë popullatës edhe për të bashkuar. Një interesim. Në këtë drejtim mund të them një rast kur Sadie Murina, nga Raushiqi e Pejës, i kishte vdekur fëmia i vet, por nuk dëshironte që fëmin t'ia lënte edhe të vdekur policisë. Dhe në anën tjetër ajo nuk dëshironte që ta merrte vesh edhe familja e vet se i ka vdekur fëmia, dhe e ka mbajtur 24 orë të vdekur fëmin para dursh, duke ja dhënë bebironin, dhe bebironi ju ka ngri një gojë, sepse kur vdes njeriu mbetet dhe bebironi ju ka ngri. Po ai çka është më interesant pastaj se kur ka kalu kufirin, bebironi ka mbet me qumsht dhe goja e mbyllur e fëmisë, sepse e ka vdekur, dhe afrohet një grua tjetër në qafën e Prushit, aty ku ishin pastaj edhe forcat ushtarake të Shqipërisë, të cilat ndihmonin domethënë ata të cilët kalonin nëpër mal, dhe i thot, a ka mundësi me ma dhon qatë qumsht me ja dhon bebës time? Thotë, jo, nuk ka mundësi se më ka vdek fëmia dhe nuk mund ta nxjerrë bebironin. Nisur nga kjo intervistë, të cilën e kam bërë, e kam shkruar edhe një vepër që është Qumshti i vdekjes, një novel që tregoj për ngjarjet, për lëvizjet e këtyre të shpërngulurve. Gjithashtu një kontribut të madh ne si shtab dhe pastaj brigada 126 kemi treguar edhe për të strehuarit, sepse kishin nevojë për shembull për komunikim me familjarët e tyre dhe kishin nevojë për informacione më të tjera. Ajo çka më kalon përshtypje mua si zëdhënës që jepja lajmet në atë kohë përmes Radio Deutsche Welles, Zërit Amerikës, Radio Kuksit, Radio Tiranës dhe BBC-s e informacione të tjera, ishte se
asnjëherë nuk e kam dhënë qoftë edhe një lajm të vetëm se u vra një ushtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës. Në këtë me komandantin Gjeladin Gashi, Plaku, me pseudonimin Plaku, më tha që duhet të jesh shumë i matur kur jep informacionet, sepse nuk duhet që popullata të ndëgjoj se ushtarët tanë po vriten në vijat e frontit, po vriten në pashtrik. Dhe ka ndodhur një rast për shembull Safet Peci nga buletini kur ka vdekur, unë kam dhënë informacionin për Radio Deutsche Welle, e kam dhënë që mori plak të leta dhe pasi u dha ndihma parë ai u kthye në operacion, ndërkaq në anën tjetër ne sapo kishim përfunduar varrimin e tij. Dhe familja ka ndëgjuar lajmet në Radio Deutsche Welle për informacionin se i biri i tyre ka marrë një plak dhe u kthye, dhe pas 10 minutave pas lajmës ka marrë informacionin apo raportin nga shtabi i përgjithshëm i ushtrisë lirimtare të Kosovës se ka rënë në luftë, dhe kur ka ardhur më kanë takuar në Krum, kanë falenderuar për mënyrën e komunikimit sepse nuk kam dashur që të thehet morali. Përkundrazi, gjatë informacioneve shpeshherë që kam dhënë në emisionet e radiove, kam thënë se ushtarët tanë kanë depërtuar në thellësi të territorit të Kosovës gjatë operacionit Shigjeta, kur kam dhënë informacionet, ndërkaq i vetëdijshëm se ushtarët ende për shembull nuk ishin, dhe kurrë nuk e kam tregu për shembull që ushtarët janë në një pikë të caktuar, nuk e kam thënë atë pikë, përkundrazi disa kilometra në drejtim të Kosovës, në mënyrë që sepse në atë kohë siç ne që kishim mundësi për shembull të futemi në radiovalet e dëgjuesve, për shembull, po mendoj radiovalet e radiolidhjeve të ushtrisë dhe policisë serbe, ashtu edhe ata kishin mundësi të hynin në valet tona dhe nuk kemi dhënë asnjë informacion për betejat, për luftrat saktë ku janë ushtarët. Domethënë kemi pas si obligim që pos fjalëve të përzgjedhura të zgjedhim edhe mënyrën e informacionit se si të dim ta japim një informacion, me që unë isha edhe gazetar. Gjithashtu momentet që janë të shumta gjatë operacioneve të ndryshme, gjatë bartjes së të armatimit, gjatë furnizimit me armatim, po janë të rëndësishme kontributin e malit dhe luftën që është bërë edhe popullata që ka bërë me malin. Mbaj mend që pas përfundimit të luftës, për shembull, ku i kemi nxjerrë kufoma, ne si shtab i brigadës 126, brigada Hasi, patëm dhëmë një deklarat të popullsia që të mos i vorrosin të afërmit të tyre të cilët i gjejnë të vdekur në shtëpi apo kudo qoftë tjetër, pa e njoftuar shtabin e përgjithshëm, përkatësisht brigada 126, në mënyrë që ne t'i fotografonin, dhe unë si gazetar kam bërë edhe fotografi, kam bërë rreth 800 fotografi të masakrave që janë bërë gjatë kohës së luftës, dhe nxjerrjen e kufomave, sepse kam pasur rastin në Lubisht të Hasit ku kanë qenë të vorrosur vetëm mbi gur, kanë gjujtën vetëm gur mbi kufom, këmba ka qenë jashtë, një pjesë e kanë hangër kafshët e tjera, dhe jemi detyruar për shembull që të nxjerrim ato kufoma duke përdorur duhan në hund që të mos vije era. Kjo ka qenë një mundësi e vetme sepse nuk kishim minireni pas luftës, ditët e para pas lirimit, ishte vështirë për shembull që të gjindeshin, të mblidheshin kufomat edhe të rivorrosin ashtu siç e meritojnë. Kemi mbledhur kufoma nëpër shpella, kemi mbledhur nëpër lugina, nëpër vende ku kanë pushuar. Merrim informacione për shembull nga qytetarët të cilët kishin arritur të shpëtojnë. Gjithashtu kam fotografuar në lumin Drini i Bardhë dhe një femër, dikon rreth 20 vjeçare, e cila ka qenë e prerë, e sakatosur, domethënë me thikë në të gjitha pjesët e trupit, në veçanti në gjoks dhe në organet gjinitale,
dhe pastaj e vrar me plumë në balë. Kjo fotografi qarkullon edhe sot në për shumë është fotografi të cilën e kam bërë unë, që e kam gjetur në lumin Drimi Bardh, dhe në këtë mënyrë unë edhe kam bërë një ekspozitë të fotografive pas luftës, që kam hapur në Gjilan, në Gjakov, në Prishtinë, në Prizren, në gjithande, po edhe në Tiranë, në Kukës, kam hapur ekspozitën e këtyre fotografive. Moment shumë interesant për mua, për shembull, që lidhet me malin dhe është interesant, dita kur nisën të largohen ushtarët e Jugosllavisë, përkatësisht të Serbisë, nga pika kufitare dhe së bashku me përfaqësuesin e OSB-s, që ishte nga Slovenia, me të cilin kisha lidhje edhe në Kosovë, sa ishin për shembull misioni i OSB-s në Kosovë, se thash që ushtria çlirimtare e Kosovës, në veçanti shtabi jon, ka bashkëpunuar shumë edhe me organizatat ndërkombëtare, përkatësisht me OSB-n, sepse në atë kohë për shembull në Krum nuk kishim telefon satelitor dhe nuk kishim mundësi që të lidheshim me njerëz. Dhe ne kemi ndihmuar, domethënë, si pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, kemi ndihmuar edhe popullin përmes, kuptohet, OSB-s, përmes lidhjeve të ndryshme. Kemi takuar edhe fëmijë që janë nda për shembull në pikën kufitare, që janë nda nga nëna. Ka qenë 3 muajsh një fëmijë i ndarë nga nëna, sepse nëna nuk ka mundur t'i bardhë fëmijës të rrugës dhe ja ka dhënë dikujt tjetër fëmijën. Tamam ka ardhur rradha me dal nona me fëmijë të tjerë, fëmia i saj që ka pas në gjë ka dalë me të parët këmbej dhe ka mbetur i ndam. Dhe në këtë mënyrë kjo është Leonita Haziraj, përmes së cilës pastaj përmes OSB-s e kemi gjetur familjen dhe e kemi dorëzuar, domethënë dikon 3 javë masi që kanë dalë. Pra, Mali ka qenë streha e jonë dhe ka qenë fush betejë ku ne kemi bërë, domethënë, aktivitetin ton gjatë luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në këtë mënyrë, unë si pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, kontributin e kam dhënë si gazetar, por edhe si shef i shtabit për informim në kuadër të brigadës 126. Kam komunikuar dhe kam qenë pjesë e aktiviteteve që janë bërë, lëvizjeve që janë bërë, armatimit, bartjes armatimit, shkuar në front për të vizituar ushtarët dhe për të marrë informacione dhe për të marrë deklarata, sepse në kohën e fillimit të operacionit Shëgjeta nuk janë dhënë informacione, domethënë nuk janë lejuar mjetet e informimit të tjera, për shembull, që të depërtojnë deri atje sipër për shkak të mosnxjerrjes së sekreteve. Duhet thënë edhe duhet pranuar se në atë kohë kemi pasur edhe njerëz të cilët nga frika ose nga krismat e pushkave, nga pamja se kanë pasur si kanë vdekur për shembull ushtarët, janë friguar dhe janë larguar, dhe në këtë mënyrë që ndaluar me urdhër të shtabit të përgjithshëm, që ndaluar lëvizja e gazetarëve, domethënë në zonat e betejave, dhe në këtë mënyrë informacionet i merrnim përmes shtabit ton dhe ne i jepnim përmes informacioneve që thash asnjëherë asnjëherë nuk e kemi përmend për shembull rastin që ndonjë ushtar është vrarë. Por përkundrazi kemi bërë ceremoninë e varrimit dhe në të gjitha varrimet që kemi bërë, se kam qenë edhe anëtar i këshillit të varrimit të ushtarëve, në shishe të xhamit e kemi futën, e kemi shënu emrin e ushtarit të vrarë, që në mënyrë që të gjejmë herdo kur të shpresojmë se kur do kthehemi në Kosovë ta gjejmë emrin të dihet se cili ushtar ku, sepse nuk e kemi ditë askush prej neve se do të kthehemi gjallë ose mund të kthehemi. Secili pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës që ka marrë rrugën për çfarë do qoftë pune që ka kryer, ka qenë i rrezikuar dhe nuk e ka ditë asnjëherë pothuajse a mund të shpëtojë, dhe çdo herë masat i kemi marrë sikur ne nuk do të shpëtojmë dhe t'ia lëm dikujt tjetër mundësinë, për shembull, që të komunikojë dhe të ketë dokumentacion. Unë thash që kam bërë edhe me fotografi, kam bërë edhe me ditarin personal që kam marrë, po edhe me dokumentat që i kam pas në zyrën e informacionit në kuadër të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Bartja e armatimit është një histori e veçantë.
Si që përmenda, kalimthi, duke qenë se unë kam qenë në gjimnaz dhe kam qenë në qendër të rrugës dhe bartja e armatimit bëhej prej Shqipërisë në fshatin e parë, bëhej me kuaj, pastaj bëhej me traktora ose bëhej me kamiona. Mbaj mend disa udhëtime që kanë bërë ushtarët, por tash dëshmori i kombit Aslan Berisha, i cili kishte shkuar në Planej, e kanë mush traktorin me armë dhe mbi armë kanë vendosur disa dru, gjoja kanë shku për të bartur për shembull dru. Në atë kohë kemi dhënë sinjalin, ne ka qenë aty edhe Nezhmedin Berisha, kemi dhënë sinjalin se në pikën ku rrinin, domethënë policia nuk ka polic, dhe ne siguronim përmes nxënësve, siguronim çonin në pikat ku rrinin policia për të verifikuar dhe nuk e bënin asnjë hap, sepse nuk dëshironim që ushtarët të cilët bartin armatim të binin në prit në polici. Dhe në këtë mënyrë është bërë çdo herë pothuajse se lëvizja. Një çështje tjetër që duhet të përmenden edhe çështja e furnizimit me barna. Në atë kohë unë që isha përgjegjës domethënë për informacion, kemi kërkuar nga ambulanca Nana Terez, kemi kërkuar për shembull që të kemi barna, e kemi marrë barnat, po mjekja në atë kohë nuk guxonte ose frikohej sikur po e shifte dikush, e kalon derën hapur të ambulancës dhe ne kemi shkuar, kemi marrë paketen me barna, e kemi çuar në mal dhe kemi stacionuar. Në mal kemi bë disa pika nga kalonin ushtarët, kemi pas për shembull fasho plastike të cilat kanë qenë të hapura, kemi qenë për shembull edhe kemi pas edhe gjilpëra intervenoze të cilat janë dashur për shembull për intervenime të shpejta. Në këtë mënyrë kemi pas disa pika mjekësore dhe këtu është kontributi jon personal edhe imi që ka marrë. Kemi pas në një kombi në Moadër, në lagjën Moadër, dhe pastaj pasi u djeg ajo shtëpi, jemi detyruar që të çojmë në mal. Kemi pas në Kushni, kemi pas në Lubizht dhe kemi pas kudo që kanë kaluar, kemi pas nga një mini ambulancë në mal. Kemi pas në Gur, domethënë në Shkrepa, vende të caktuar që i kanë ditën, për shembull, pjesëtarët e njësiteve i kanë ditur se ku janë. Dhe nëse kanë ardhur ushtarë të plagosur, qoftë me pluma, qoftë gjatë rrugës, ju ka dhënë ndihma e parë përmes këtyre. Për këtë duhet të falenderoj edhe shoqatën Motra Qiriaze. Iqbal Rugova ka qenë ajo të cila na ka sjell disa herë, na ka sjellën barna, domethënë prej Prishtinës, dhe ne i kemi përdorur pastaj në përpashtek. Gjithashtu kemi marrë barna edhe në një barnatore në Prizren dhe i kemi bartur në mal. Domethënë ka qenë kontributi thash, kontributi përgjithshëm dhe mali ka qenë faktikisht ja që doli, ka qenë edhe ambulancë, ka qenë edhe spital mali. Gjatë luftës ushtrisë lirimtare të Kosovës, përkatësisht gjatë operacionit Shigjeta, unë nuk kam qenë pjesë e kësaj që do ta them tash, por kanë qenë, domethënë, spitalet në Përshpella. Kanë qenë në Përshpella, kurse spitali kryesor ushtarak ka qenë në Krum dhe është ndru xhamia e Krumës, është ndru në spital. Mirë po, ardhja prej vijës së frontit deri te spitali ka qenë dikon një orë e gjysmë, sepse ka qenë vështirë me ardhë, kështu që kanë qenë në Përshpella dhe këtu kanë qenë edhe mjekët tonë shqiptarë, po kanë qenë edhe mjekët e luftës që kanë qenë nga vendet të ndryshme të botës dhe kanë kontribuar në këtë. Pra, mali ka shërbyer edhe si spital, ka shërbyer edhe si ambulancë, edhe si vend i ndihmës së parë. Dhe secili kush e ka dhënë kontributin e vet, as sa ka mundur edhe si ka mundur.